Ora ishte 5:30 kur banorët e lagjes Skalaja në Peshkopi dëgjuan një thirrje që i ngriti në këmbë të gjithë. Ishte zëri i Arjanit, një burr 38 vjeç që bërtiste. Askush nuk mund të imagjinonte se ajo që po ndoste brenda shtëpisë me 2 kate do të kthehej në një nga ngjarjet që ky qytet ka parë. Arjani jetonte me familjen e tij në një ndërtesë në qendër të Peshkopisë. Ai ishte mekanik në zonë, një njeri që përshëndeste të gjithë dhe që punonte nga mëngjesi deri në mbrëmje për të siguruar jetesën për gruan e tij, Lindën, dhe vajzën e tyre 8 vjeçe, Erën. Era ishte vajza e tij dhe ai kujdesej shumë për të. Ajo shkonte në shkollë dhe kishte dëshirë të bëhej mjeke një ditë. Ajo pasdite nisi si çdo ditë tjetër. Linda kishte dalë për të blerë disa gjëra për darkë, ndërsa Arjani kishte mbyllur punishten më herët. Era ishte në dhomën e saj në katin e dytë duke bërë detyrat e shkollës. Arjani ishte në kuzhinë duke përgatitur një caj, kur dëgjoi një zhurmë që vinte nga tavani. Fillimisht nuk i kushtoi vëmendje. Pas disa sekondash, një erë tymi filloi të përhapej. Arjani u ngrit dhe pase nga shkallët po zbriste tym. Zemra i rahu fort. Pa humbur kohë, vrapoi drejt shkallëve dhe filloi të ngjitej. Por tymi ishte aq i dendur sa mezi shihte. Zjarri kishte nisur nga një problem elektrik në katin e dytë dhe po përhapej me shpejtësi. Fillimisht nuk i kushtoi vëmendje. Pas disa sekondash, një erë tymi filloi të përhapej. Arjani u ngrit dhe pase nga shkallët po zbriste tym. Zemra i rahu fort. Pa humbur kohë, vrapoi drejt shkallëve dhe filloi të ngjitej. Por tymi ishte aq i dendur sa mezi shihte. Zjarri kishte nisur nga një problem elektrik në katin e dytë dhe po përhapej me shpejtësi. Era, thiri me zë. Era, ku je? Vajza e friksuar dhe e hutuar nga tymi nuk arrinte të përgjigjej qartë. Zëri i saj vinte nga dhoma e saj, por rruga ishte mbuluar nga zjarri. Arjani e dinte se çdo sekond kishte rëndësi. Pa menduar për veten, ai hyri në zjarr. Tymi e pengonte të merrte frymë dhe ngjehtësia ishte e lartë. Por ai vazhdonte përpara, duke u orientuar nga njohja e shtëpisë. Kur arriti në dhomën e erës, e gjeti vajzën të fshehur nën shtrat, duke qarë dhe duke u përpjekur të merrte frymë. Flakët kishin nisur të preknin murin pranë dritares dhe dera e dhomës ishte blokuar nga zjarri. Arjani e mori erën, e mbështoli me një batanie dhe e mbajti në krah. Babi, kam frikë, tha Era me slotësh. Nuk ka gjë, bia ime, do të dalim së bashku, premtoi. Por rruga nga kishin ardhur nuk ekzistonte më. Shkallët ishin mbuluar nga zjarri. Dritarja ishte e vetmja mundësi. Arjani e coi erën te dritarja, e hapi dhe pa poshtë. Lartësia ishte rreth 7 metra. Njerëzit kishin filluar të mblidheshin poshtë, duke parë zjarrin që përfshinte katin e dytë. Dikush thiri: "Hidheni vajzën, do ta kapim." Arjani pa poshtë dhe pa disa burra që po shtrinin një çarçaf. Nuk ishte kohë për të menduar. Ai e puthi erën në balë dhe i tha me një zë të qetë: "Bia, duhet të kërcesh. Ata do të kapin. Të premtoj se do t'jesh mirë." Era e kapi dorën e babait. "Jo, babi, eja edhe ti, do të vi pas teje. Por ti duhet të shkosh tani." Me besim tek babai, Era u hodh. Momentin kur trupi i vajzës ra në çarçafin e mbajtur nga njerëzit poshtë, e pan të gjithë. Era ishte e sigurt. Arjani e pa vajzën në duart e njerëzve dhe ndjeu lehtësim. Tani duhej të dilte edhe ai. U kthye drejt dritares, por në atë moment, tavani i dhomës filloi të shembej. Një trar druri ra mbi shpinën e tij dhe e rrëzoi në dysheme. Ai ndjeu dhimbje dhe u përpoq të ngrihej.
Tymi ishte bërë i dendur dhe flumarja ishte e vështirë. Poshtë njerëzit bërtisnin. Hidhu, hidhu tani! Por Arjani nuk arrinte të lëvizte. Trupi nuk i përgjigjej. Flakët po afroheshin. Me forcën e fundit u përpok të zvarit e i drejt dritares, por këmbët nuk e mbanin. Ra përsëri në dysheme. Pamja e fundit ishte qielli për te i dritares dhe zëri i erës që thëriste emrin e tij nga poshtë. Babi! Babi! Një pjesë e katit të dytë u shemb. Zjarfiksit mbëritën pas 10 minutash, por ishte vonë. Kur hyn në ato që kishte mbetur nga dhoma e erës, e gjetën Arjanin të shtrirë pranë dritares. Ai kishte ndëruar jetë nga tymi dhe dëmtimet. Në fytyrën e tij kishte një shprehje qetësie, sikur e dinte se kishte bërë atë që kishte rëndësi. Vajza e tij ishte gjallë. Linda, gruaja e Arjanit, mbërriti pak minuta pas ngjarjes. Kur mori vesh se Arjani kishte vdekur, u rrëzua në rrugë. Era, e mbështjell me një batanie dhe e rrethuar nga infermierët, nuk e kuptonte plotësisht çfarë kishte ndodhur. Ajo thëriste baban e saj dhe priste që ai të dilte nga shtëpia e djegur. Ngjarja u shoqërua me reagjime në Peshkopi. Familje nga zona dërguan ndihma për Lindën dhe Erën. Ceremonia e varimit të Arjanit u mbajt me pjesëmarrjen e shumë njerëzve që erdhën për t'i dhënë lamtumirën, një buri që sakrifikoi jetën për vajzën e tij. Kryetari i bashkisë e dekoroi Arjanin me medaljen e trimërisë, por për Erën asgjë nuk mund të zëvendësonte baban. Ajo ruante një shënim që ai kishte lënë në kuzhinë atë mëngjes. Mos haro, Era, çdo ditë është një dhuratë. Bëj që të vlej. Sot, 3 muaj pas ngjarjes, Era vazhdon të shkojë në shkollë. Mësuesit thonë se ajo flet pak, por vazhdon përpara. Në çantën e saj mban një foto të babait dhe çdo mëngjes para se të nisë për shkollë i thotë: "Premtoj që do ta bëj të vlej, babi." Historia e Arjanit është një kujtesë për sakrificat që prindrit bëjnë për fëmijët e tyre. Është një histori që tregon se dashuria e një prindi nuk ndalet. Dhe ndërsa Era rritet, ajo mban me vete humbjen, por edhe shembullin që babai i saj i la. Një shembull që do të mbetet. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.